Dhe të dashur miq, jemi ardhur drejt fundit të emisionit, jemi ardhur te rubrika e të ushqyerit shëndetshëm, aty ku ne shumë shpesh bëja gare që Lena po na lën pa hangër. Në fakt, Lena po na mëson me ushqy shëndetshëm, mirë, shishëm, edhe mos me shtu pesh. Mirë se erdhe Lena. Faleminderit. Se mu dok vetja që ku mu pesh, apo jo mirë? Po. Po funksionon krejt dieta që ma ke kriju, se s'është as dietë, në faktën po ha gjanat që i ha çdo ditë. Vetëm se po ja me një balancim, me një edukim, kështu që me të vërtet është diçka që ja vlen. Edhe krejt ju që po na ndiqni, që doni me shtu pesh ose me largu pesh. Mënyra që është Lena e krijon recetat, kalendarin, po e them, të dietës, është shumë e përshtatshme dhe njëkohësisht nuk jemi asnjëherë të uritur. Po nuk do të flasim për këtë Alen sot. Jo. Do të flasim për një produkt që e përdorim në çdo gjellë, po që kështu nuk e dojmë shumë për shkak të aromës, ndoshta ose të paktënojnë është qepa. Po. Që ka veti ushqyese të shumta. Është antibiotik natyral, edhe është një ndër perimet kryesisht që starton prej pranverës, edhe qep normal kemi krejt vitin. Qëllimisht i kemi rendit edhe këto se në bazë edhe periudhës se qysh bohen, qysh piqen. Për shkak qepa e re, përmbahen sasi të lartë të antioksidantëve dhe përmbahen vitamin C, dhe kjo është arsyeja edhe gjithashtu edhe sufër që i ndihmon për me rujt prej kontaminimeve dhe normal i ndihmon me rrit komplet këto përbërës, i ndihmon me rrit veprimin antibiotik që ka. Edhe po më bohet në pranverë për arsye të pas parasysh se që so herë thamë që imuniteti në pranverë është pak ma i dopt, edhe normal që natyra na i ofron ushqimet, produkte që na vijnë për me mbështet imunitetin këtë periudhë. Po. Të qepa e re kur jemi, a i ka këto veti që i përmende komplet edhe fletët e gjelbërta dhe koka, se që themi na kep me kry? Apo është fjala vetëm për pjesën e kokës së qepës? Pjesa e gjelbërt kryesisht përmban klorofil, përveç që përmban edhe fibra dhe ajo duhet më shfrytzu, po duhet me pas parasysh mënyrën e pastrimit, për shkak që edhe brenda mund me pas krimba ose duhet mu pastru mirë, duhet mu qaj, edhe mu pastru mirë, është e përshtatshme për shembull me përgadit me shtu ngjella, në supa. Me hangër me kryp? Po, mund bën me hangër edhe si në formë po, salatës për shkak me shtut të salatat ose me bo edhe si salat vetë. Për shkak të klorofilit që përmbajnë pjesa e gjethë, edhe normal përmbajnë fibra edhe është mirë më shfrytzu komplet. Vetëm nëse është ashtu pak ma e verdhë, ose ka fillu ose mu kalbë, ose mu tha, ka qëndru në ujë, ose në temperaturat larta, ajo pjesë largohet, ndërsa pjesa që është e freskët kërceli, mundet mu shfrytzu. Në ndërkohë, po është veti dhe po është antibiotik natyror, është edhe të gjitha llojet e qepës, por me që i ke kështu të renditura, sepse ajo që ka shumë benefite dhe preferohet me u përdorë është qepa e kuqe. Po le të shkojmë kështu në mënyrë kronologjike. Secila i ka ato efektet e veta, për shembull. Qepa e verdhë është qepa e zakonshme që mas shumë të e përdorim edhe në kuzhinën tona, përdorim për gjella. Çka e po është një ulum tem shumë interesant që të i ke përshana na çdo herë thë me hongër qep, me hongër sasit madhe të qepës, për shkak që është antibiotik natyral, po një person, për shembull mbrana ditës një qep mjafton për mi marrë ato vlerat ushqyese për shembull që i duhen prej qepës. Çfarë do forme? E zirë, e forme, ose në gjellë, është e pamundur mbrana ditës ose sallatë ose gjellë me përgadit me pas një qep. Përmban gjithashtu edhe qepa e verdhë antioksidant që ndihmojnë me largu inflamacionin. Komplet qep ndikojnë sistemin tretës edhe si antibiotik natyral. Po, qepa e verdhë është ma e zakonshme për shkak të edhe fibra, për shkak të edhe sasisë antibiotikëve që përmban, edhe është ma e përshtatshme për mu bu në format ndryshme. Për shembull edhe mu përgadit, edhe si e freskët, edhe për shembull muzi, edhe në çfarë do forme qepa e verdhë është ma e përshtatshme. Ndërsa kur jemi te qepa e kuqe, domethënë përmban antocianinat, të cilat përveç veprimit antibiotik edhe krejt të tjerat, edhe ajo pigmenti që e përmban ka veprimin antibiotik pak ma të lartë, çka është më rëndësi që këta duhet me shfrytzu edhe qepën e verdhë, po të kuqen duhet me shfrytzu edhe lëvoren e qepës, sidomos për përgaditjen e çajrave, për kall, për inflamacionin përgjithësi, ajo është për inflamacion, ku në këtë rast e nale dhe inflamacionin respirator, po të njëjtën kohë ndikon edhe në inflamacion
në sistemin tret. Qka është më rëndësi, një kombinim shumë i mirë që mund të më bo me levorën e qepës, është me karanfel, me shkop karanfili, për shamu levorja e komplet një qepës, kjo pjesa e thot, me diku 10 shkop karanfela fërsisht, mi zi për 10 minuta, mi lo muftof, mi shtu pak limon që me rrit efektin e vitamine C dhe antibiotikut, është jashtëzakonisht shumë e mirë 2 orë para gjumit për me regullu nivelin e prodhimit të melatoninës me arrit pikun edhe gjëshyshën e këtë dhe du mjoratu me gjumë. Kretë po flajmë sot. Me sistem tretë me gjumë du mjoratu. Oke, këzëmet, kështu që kjo është ideale, po, ndikon të i për mirë kapja të lumtime edhe me të vërtit e komprovu edhe në vetë të pacientat, përshka që është levorja nuk është që kryon edhe aromë adinju të mirë që me të mbetë se zakonisht para gjumit e kemi shumë që më ngjes zhumë tani me një iritim ashtu. Po, ndërkohë para se të vazhdojmë të qepa e bardhë, po kjo pyetje është pak më gjenerale tek të gjitha qepat. A është e vërtetë që nëse prejmë gjysmën e qepës, e përdorim, gjysmën tjetër nuk duhet ta ruajmë për shkak se i humb vlerat dhe mbledh bakteret përreth? Është mit ajo që i mbledh bakterjet, izolon bakterje si të gjitha perimet e tjera, edhe normal prishet për veti dhe nuk është të preferueshme me mbajt. Për shembull, unë e kom pa që është preferu shumë shpesh që me lun afër për shkak se i mbledh bakterjet në ambient, me tregu drejt të thonë logjikisht e komenduesi reale, po me studimet për shembull që i kom pa, ato që janë studime, thuhet që afërsisht 3% kështu mundet me mbledh bakterjet e ambientit, për shkak që s'ka aftësi mi po për veti mbledh shumë bakterje edhe normal që kalon toksike. Izolon shumë mikroorganizma edhe kalon toksine dhe është shumë e rrezikshme më përdor nëse veç është e hapun edhe është rujt nuk lejohet më përdor. Do të thonë nuk është e preferueshme. Për shembull, çfarë gjysmën a mund të vendosim në ngrirje të thellë, ai humb vlerat nëse vendosim në ngrirje të thellë? Tash nëse veç ki sasi shumë të madhe qepës, edhe perum për me fërgu o fjalla herën tjetër se në salat nuk besoj që ruhet se shtohet që se një qep nuk është shumë ushtu. Po nëse dam për me fërgu, për shembull unë e preferoj me fërgu, ta zojmë qepën e pasulit, të fërguajmë një sasi më të madhe, masi po pritojmë me përgatitë edhe nesër prapë për gjellën, edhe ashtu të nxehtë me ata i ndyrë edhe ato vaj që shosh me një tegull qelçit e mshelim në mënyrë hermetike dhe shtim në ujë të nxehtë. Edhe kjo ndikon që mu mbyll në mënyrë hermetike dhe mos me pas mundësi mu izolu këtë qelç mujna me erujt në 4 gradë frigorifer dhe pa problem, është e sigurt më përdor. Për maksimumin një javë është fjala. Jo ma shumë. Në frigorifer, jo në ngrirje të thellë. Kuptohet, jo në frigorifer. Kuptohet çdo perem edhe çdo ushqim, nëse ruhet edhe ngrirje të thellë në frigorifer, me kalimin e kohës prishen ato enzimat, fillon mu degradu dhe mi humb vlerat. Po, kur ta këshush një anë, ma mirë ma pak vlera është sy se që shthome dhe one se sa mos me more, që është me vërtit. Kemi dhe qepën e bardh? Qepa e bardh përmison tretjen, në shumë e përshtatshme për shkak që përmban sasi të lartë të enzimave. Kjo në ndihmon se komplet trupi jonë është i krijuar prej enzimave, sidomos sistemi tretës është i mbarur 100% prej enzimave. Të personat që kanë problem që nuk përthithet mjaftueshëm, për shembull është rregullu metabolizmi, kjo i ndihmon që mi përthith komplet vlerat ushqyese prej i aktivizon enzimat që më përthith vlerat ushqyese prej ushqimeve, prej atyre nutrienteve që i marrim për gjatë ditës. Është e përshtatshme edhe për fëmijë, për shkak që ka aromë pak më të lehtë edhe nuk lën ashtu erë, do shumë e përshtatshme edhe me përgatit. Për me largu se mos ta aromë. Jo sa rajone. Okej. Jo sa rajon, se gjatë kam pikë dop, një ndër arsyet pse nuk e ha dhe pse më pëlqen është aroma që mbetet. Për me largu, kryesisht magdanoz me limon, ndihmon shumë, magdanozi fresket, me hangër të gjallë magdanozin. Me limon, me bu, ose bën edhe me kos, ose me kefir, ose me jogurt, ndikon magdanozi, sidomos ndikon tepër mirë, po karanfili, një shkop karanfil që është ma e thjesht mundesh me kohë jashtë edhe me hungër një salat, një shkop karanfil me përtyp në komplet mukozën e gojës, i aktivizon komplet enzimat edhe liron një farë arome si lloj mente, por normal që është aroma e karanfilit edhe largon komplet. Kjo ndikon edhe me aktivizu enzimat për me tret ushqimin. Edhe një pyetje të fundit e kam blen, për ata persona të cilët janë pak më të ndihshëm në gjana të cilat kanë tartin ose të cilat mund të krijojnë
një lloj refluksi ose goksim ose gjona të tilla të cilat shkaktojnë probleme, qepa shpesh e ka edhe predispozitën e tillë ku ka një degësim të lukthit, ka ankesa të tilla. A ka persona që zguxojnë ta përdorin qepën? Tash është mirë me qenë pregaditna dhe për shkak në momentin që ushqimet kanë aciditet, që edhe qepa për shkak kur përgatitet ajo aroma dhe bëhet pak më acidike, është mirë me marrë ushqime që kanë bazë për me neutralizu pH-n, se ajo thartira, refluksi vjen për shkak ose çrregullimit që sfinkterit, ati kapakut të lukthit që i thojmë kështu në gjuhën popullore, ose për shkak çrregullimit ati, po ajo thartira është për shkak sasisë lartë të asidit që kemi. Falë mirë është mu neutralizu shija. Për shembull edhe na zakonisht kuzhina familjes mundohemi neutralizu shijen. Për shembull nëse merr qep, për shembull përgatit me orez neutralizohet. Ose për shembull, mbrapa një vogti që ke hungër qep është mirë me marrë arrore, për shembull si badem, lajthi, edhe këtu ndihmojnë me marrë atë aciditetin, për më tretë marrën atë aciditetin lëkë dhe ndikon me neutralizu. Kështu që jemi në rregull krejt mund me hangër qepën. Po, çdo zgjidhje është e natyra. Unë vetëm te preferenca e qepëve të reja, domethënë kam të preferuar edhe i përdori, te këto tjerat vetëm në gjella. Len, faleminderit shumë për këtë informacionet. Faleminderit shumë për mundësinë çdo herë. Është kënaqësi. Të dashur miq, kjo ka qenë rubrika jone e fundit për sot. Ne do takohemi patjetër të dielën e ardhshme në orën 16 në televizionin Kanal 10 me materiale e mysafir të shumë. Ju vazhdoni me qëndru me kolegët tanë të Kanal 10-shit, neve na gjeni në çdo rrjet social, në Facebook, në Instagram, TikTok, YouTube, në portalin Familja Jon. Mirëmbëjtje.